Sot ajo ka një ekip që nuk e ka patur kur më parë. Është ekipi më e pror i kësaj partie në të gjitha kohërat. Sali Berisha ripërtëriu Partinë Demokratike, nga zgjedhja e kupolës së demokratëve, me emrat vjetër e të rinj, pati të hidhuruar e të gëzuar. Ripërtëritja është e pjesshme. Ajo u përmbyll pa ndryshuar kryesekretarin, nga i cili do të marrin urdhëra vartësit e tij të rinj, 14 sekretar. Flamur Noka, njëjtë si kryetari i tij Sali Berisha, e ruajti karrigen e numrit 2 të Partisë Demokratike. Deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ai do të jetë sekretari i përgjithshëm, njeriu më i afërt dhe më besnik i Sali Berishës. Në ndryshim nga kryetari i tij, që ishte i vetëm në konkurimin e majt për udhëheqjen e demokratëve, mëtues për ofiqin më të lartë në parti ishte edhe Sajmir Koreshi. Idoli, apo ja kërkuan t'i dalë përballë Flamur Nokës, e vërteta u përket atyre dhe rrugës së zgjedhur për të bërë karrierë në politikë. Unë jam nga ta detyrim përcaktime se s'detyron njëri sa tjetë jeta. Unë nuk dua të flas si Sajmir Koreshi, po mendoj që duke qenë deputet, duke qenë ai që është, personazh që tashmë e njohim si shpërfaqet në jetën politike publike, ai e ka vetdijen politike për të ditur dhe për të vendosur për veten, po edhe për organizatën. Pra Koreshi nuk është dikush që kapet nga veshi dhe i thuhet bëj këtë gjën se na duhet. Mua nuk më duket ky lloj politikani. Pra e shkatron atë idenë për ta ndërtuar profilin e tij si të tillë. Nuk mund t'i thuash Koreshit që të thanë bëje se na duhet kjo gjëja, mendoj unë. Ka votat e demokratëve. Flamur Noka, duke qenë sekretari i përgjithshëm, kontrollon funksionimin e partisë, sekretari i përgjithshëm. Funksionimin e partisë, grup seksione, degët, PD-sët e çajnë ato, sigurisht që kanë kontakt të përgjithshëm Flamur Noka, nuk kanë me Koreshi, i cili vendosi ditët e fundit dhe nuk e dim se e vendosi. Kështu që është e qartë, Flamur Noka kishte shumë më tepër shanse. Fitimtari dihej, kureshtja për votën nuk ishte e pavend, sepse të pakunaqërit apo të padëshiruarit ndaj Flamur Nokës e shprehën atë edhe me votë. Nga 260 antar të Këshillit Kombëtar të PD-s, 84 prej tyre zgjodhen Sajmir Koreshin, që nuk zotëron as ndikimin, as parapëlqimin e Sali Berishës dhe i thtarëve të tij, me plagë ende të paqepura mirë nga ndasia që mbolli Lulzim Basha. Por këto nuk janë arsyet e vetme, pasi një organizëm politik ngërthen edhe dobishmëri të tjera. Duke ditur profilin e zotit Koreshi, që është kreti veçantë, kreti sfikatur, zotë Koreshi më duket mua të paktën dhe mendoj edhe publikut, nuk është dikush që futet në garë për të bërë hajgare. Ai bën shaka dhe qesëndis kundërshtarët, por jetën politike e bën shumë seriozisht. Dhe mendoj që edhe numri i votave që mori ishte një numër serioz përballë Flamur Nokës, i cili ka një jetë të gjatë të stazhonuar në Partinë Demokratike Shqipëri fillim të viteve 90. Duke qenë se Koreshi dori një kandidat një ditës fundit, pa organizim dhe pa lobim, prapë mori pak vota, mori 84 vota. Pra, me njëherë u para që në Këshillin Kombëtar nuk janë të gjithë dakord me Flamur Nokën dhe besoj që me një kandidat tjetër që do investohej më mirë, mund të kishte një rezultat komplet tjetër. Unë nuk di në i garë në Shqipërinë tonë heroike dhe kuazi demokratike, ku të mos ketë patur të mërzitur. Të gjithë mërziten, disa janë më të përmbajtur dhe nuk ja hedhin fajin botës për humbjen, disa mendojnë se kur humbin e ka fajin vetëm bota. Të përdorit e epiteteve për funksionar dhe koleg të Partisë Demokratike, mua në anën tjetër më duket i tepërt dhe i pa vend. Flamur Noka është i votuar. Sigurisht mendimet janë të lira, por unë mendoj që mendimet duhet shprehen brenda një kodi etik për një koleg dhe bashkëluftëtar, sepse sido që tjetë, Flamuri është bashkëluftëtari i atyre të gjithëve që ishin në garë, dikush humbet, dikush fiton.
Pse ri Flamur Noka aty sipër? Pse u bë çështje Flamur Noka? Mendoj që një nga arsyet mund të jetë kjo, që projektorët jenë tek largimi i Nokës dhe jo tek largimi i Berishës. Por ajo që dim ne është që Partia Demokratike është sot akoma mekanizmi i vetëm për të rrëzuar qeverinë në mënyrë demokratike pra me votë. Flamur Noka e vullosi vazhdimsinë e tij, por jo Luciano Boçi. Ai mbeti jashtë kupolës së Partisë Demokratike dhe me një detyrë më pak, nga nën kryetar në vetëm drejtues politik i qarkut të Shkodrës. Nuk e di, a është mërzitur ajo, po di që Luciano Boçi është politikan karriere tashmë. Pra, është i mësuar me garat, është i mësuar me fitoret dhe me humbjet dhe kjo nuk është, mendoj unë, nuk është nga ato humbje që duhet ta bëj një prej deputetëve kryesorë të Partisë Demokratike, një drejtues qarku, kandidat për kryetar Bashkinë Elbasan, të mërzitet, mendoj unë, sepse ka fituar një filozofi së cilës edhe ai brenda shkruhet, që është ajo e ripërtëritjes. Moszgjedhja e zotit Boçi nuk do thot asesi se partia nuk ja njeh kontributet, nuk e di kush është Luciano, është një garë ngushtë për vetëm një vend, kështu që politikë si përdit dhe Luciano që bën politikë përdit e di kuptimin e kësaj. Mendoj që kjo është garë shembull që duhet të ketë një parti demokratike. Dhe ishte vetëm një gjë e mirë dhe e bukur që pati aty, sepse ishin dy figura të njohura, të konsoliduara, një më i ri sa Luciano dhe fitoi më i riu, dhe mendoj që kjo është, besoj, kjo është ripërtëritje, kjo është ajo që duam nga një parti politike me të cilën ne duam të ndryshojmë qeverinë. Pra të jetë ndryshe nga PSOE, të jetë demokratike, të ketë një garë të tillë, të këtij niveli dhe në fund fare të tojnë trind. I përzgjedhuri i antarëve të Këshillit Kombëtar, që në ditën e votimit nuk u paraqitën të gjithë, është Belind Kolliçi. Është e vërtet ajo që ka një dominim të forumit në Këshillin Kombëtar dhe kjo e ka ndihmuar zotin Kolliçi, po aq e rëndësishme, në mos edhe më rëndësishme, Belind Kolliçi është një personazh politik me kontribut të shënësishëm në Partinë Demokratike në dekadën e fundit, sidomos në 3-4 vitet e fundit. Deputet, autori shumë denoncimeve, i protestës që zgjati një stin të plot dhe çoi në arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, takime në Amerikë, punë me diasporën, pra të gjitha. Zoti Kolliçi e ka konfiguruar portretin e vet si një ndër politikanët qendror të Partisë Demokratike dhe nuk është se dikush mund të jetë habitur shumë sot në mëngjes që po Belindi është nënkryetari i Partisë Demokratike. Mendoj që një parti politike sekretarën dhe sekretariatin i ka si ekzekutivin e partisë, jo për politikë bërjen. Politikë bërjen e bën funksionari politik i cili zgjidhet, që është kryetari, nënkryetari dhe kryesia. Por Partia Demokratike ka zgjedhur ta ketë këtë formë të funksionimit që ata që janë në ekzekutivi i partisë të bëjnë edhe politikën e partisë. Duhet ndarë të poste. Një parti politike ka një sekretariat që merret kujdeset për funksionimin e partisë si institucion dhe ka një kryesi nënkryetare dhe kryetarin që kujdesen për funksionimin e partisë si forcë politike. Nga ripërtëritja, Partia Demokratike doli me 5 nënkryetar. Në 2 emra, ajo e përmbushi zotimin e Sali Berishës. Të rinjt do të përfaqësohen me Nikola Kedhin, ndërsa diaspora me Risa Bajazitin. Gesben Bardi dhe Agron Gjëkmarkaj për sa kohë do të jenë përkatësisht kryetari i grupit parlamentar të deputetëve të PD-s dhe nënkryetari i kuvendit do të kenë ulësën e tyre në rreshtin e nënkryetarëve. Ripërtëritja nuk i përpiu ata. Një ripërtëritje pa emra të rinj, fytyra të reja, personazhe të rinj, do ishte bosh. Duhet ta pranojmë që Sali Berisha ka përvojën e burimeve njerëzore, e mira
frymëve, trupave dhe shpirtave që kanë kaluar në, po themi, në organigramën e madhe të Partisë Demokratike në 3 dekada. Kështu që ai është personi më i pazhvlerësueshëm në atë që a mund të ishte dikush tjetër më mirë se ai për të bërë këtë zgjedhje, pra këtë head hunting ose gërmim në pusin e burimeve njerëzore, duke u bindur asaj formule të cilën ai e ka përzgjedhur, që është ripërtëritja, në këtë frym ka bërë dhe përzgjedhjen e emrave. Dhe qartësisht në finale duket që ripërtëritja si koncept dhe si formulim përputhet me emrat që dolën nga zgjedhjet. Kam frikë se nën kryetari, me shtimin e drejtë të një nën kryetari tjetër, është ndëruar në një rol honorifik në Partinë Demokratike. Me 5 nën kryetar, duket sikur s'ka si vlerë fjala nën kryetar. Sikur është njësoj si tjerët. Dhe sekretarit përgjithshëm dhe sekretariatit i është dhënë më shumë pushtet. Lapsi Sali Berishës, që gëzon veçantin për të fshirë e shkruar emra, nuk kapi flamur nokën, por gjithë vartësit e tij. Sekretarët, që për nga numri i madh konkurrojnë të gjashmet e Partisë Demokratike nëpër Evropë, u ndryshuan të gjithë. Me përjashtime të vogla, shumë prej tyre as nuk do t'u jepet mundësia të shfaqen apo të kryejnë ndonjë detyrë kuptim plot, sepse ato i mbyll flamur noka me Sali Berishën. Ishin më shumë mbrojtës se kritik të lëvizjeve të partisë. Shumë vështirë që ata të ndryshojnë, Partia Demokratike beson shumë se uniteti është zgjidhja më e mirë për të ecur përpara. Mendoj që në shoqërinë tonë sot po kuptohet që debati është zgjidhja më e mirë për të qenë para, por Partia Demokratike ka një lloj funksionimi i cili të ngjan me Partinë Socialiste njësoj dhe në Partinë e Punës dikur, që nëse dikush del nga rreshti duhet të largohet. Ka tradhtar aty, ka opozitë të opozitës, ka shërbëtorët e Tiranës, ka armiq. Sekretarët e rinj që besoj që të gjithë janë aty si mbështetës të Berishës. Besoj, shumica të paktën po. Neve kemi pas një grupim ndryshe në Partinë Demokratike, grup parlamentar, që kur u bashkuan e quajtën Bashkimin në Diversitet, që ose ju kujtohet. Dhe neve sot përveç diversitetit kemi pas çdo gjë në Partinë Demokratike, apo jo. Atë është për të çuditur se si Gazmend Bardhi me grupin e tij të diversitetit duke më besnik në Berishën se flamur noka. Ripërtëritja u mbyll. Ajo të çon në shtegun më të vështirë, nga e cila Partia Demokratike do të duhet të kalojë për të hyrë në rrugën e fitores. Atomet e vjetra e të reja të kupolës së PD-s sa të mundura janë të thithin rreth tyre atomet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që kartonin e kuq për të dalë nga politika e ngrenë njëjtë, si për Edi Ramën dhe Sali Berishën. Nëse Partia Demokratike do të ishte e gatshme, do të bënte gjithçka për të krijuar një dialog me protestuesit, dhe kur flet protestuesit flas me atë pjesë shoqërisë që nuk beson asnjë palë, që kërkon një politikë të re, që nuk do rikthimin e Berishës në pushtet, që nuk do të përsëritet të njëjtat skenare, të gënjejnë të njëjtit njerëz, do gabime të reja, nuk do gabime të vjetra. Atëherë Partia Demokratike mund të ketë fituar një shans, por mendoj që e ka shumë të vështirë, sidomos me mos ndryshimin me ripërtëritje. Sistemi ky është sistemi i listave të mbyllura. Ndoshta nesër, nëse sistemi do të jetë i listave të hapura, të gjithë do ta provojnë veten dhe me lista të hapura dhe pastaj do të kemi një pamje më të qartë. Po sa kohë kemi në këtë sistem, nuk i urojmë dot vetes në të shkuarën një sistem që nuk është. Ky është sistemi dhe po kanë qenë në lista të mbyllura sepse i tillë ishte konfigurimi. Po unë mendoj që si Belindi, si Flamuri nuk janë politikanë që nuk votohen edhe po të jenë në lista të hapura. Mendoj që janë aktor politik të votueshëm. Sigurt është kjo, që nëse Partia Demokratike do të krijojë një dialog me shoqërinë, me protestuesit, me të rinjt, ka njësoj të vështirë siç ishim parë. Sepse aty identifikohen figura si Berisha, Flamur Noka, që janë kryesorët,
dhe që për ta nuk janë të pranueshëm. Që mendoj që kjo është shumë vështirë. Duhet kalon dhe ky filtr pra. Domethënë filtri i protestës mendoj që mund të shërbente Partisë Demokratike. A e kaloni filtrin e protestës sekretari i përgjithshëm Shamur Noka? Unë them që ai nuk e kalon. Ai nuk kalon dhe asnjë filtr edhe më parë, aq më tepër tani. Kjo besoj që është humbje shumë e madhe, një shans i humbur për Partinë Demokratike. Sepse figura nr. 2 duhet urgjentisht ndryshohet. Duke përjashtuar Flamur Nokën, Belind Këlliçin dhe Ekleviz Balliun, të rinjtë e zgjedhur, sa të mundur do të jenë të përfaqësojnë fytyrën e re të logos më të madhe në opozitë. Është një profil dhe është një fytyrë, një profil që me të drejtën rri mirë në komunikimin publik dhe politik. Edhe njerë janë djemë të rinj, vajza apo zonja të reja, ke një nënkryetar nga diaspora Bajazitin dhe një nënkryetar tjetër që vjen nga ekspertiza dhe është djali i ri që është Nikola Kelly. Për mua këto të dy tregojnë shumë për atë se çka ndërmend leadershipi i Partisë Demokratike kur e sheh veten si alternativë për pushtetin nesër. Pas kësaj ripërdritje, a krijoi PD imazhin e një partie të re, të ripërdrirë? Unë është vështirë ta quajmë kështu, sepse dy figura qendrore mbeten ata gjishin. Dhe mendoj që organizimi, funksionimi i partisë dhe drejtimi i partisë është i njëjti, nuk ka asnjë ndryshim. Ajo që ndryshoi ishte, po themi, pjesa entouragji, por jo thelbi i partisë, entouragji i drejtimit, entouragji i kryesisë, i leadershipit. Kështu që duket e vështirë të themi që ka ripërtritje e Partia Demokratike. Ne do shohim idet, do shohim çfarë do ndodh pas saj. Do shohim mënyrën se si organizohen, se si do funksionojnë. Ripërtëritja provimin e parë do ta jap shpejt në vendoret e 2027-s. E nesërmja do të siguroj ligjërim të ri politik apo përsëritës të njëjtin mendim politik, ati Berishan. Na do të shkojmë se si do punojnë nënkryetarët, çfarë detyrash do kenë, sa do i përgjigjen detyrave të tyre dhe sa do figurat e tyre do imponohen publikut, se mund të zgjidhet nënkryetari i partisë ai, por publiku mos pranohet. Dhe pasi të performojnë të gjithë besoj në këtë vit që është para zgjedhjeve lokale, do kuptojmë nëse kjo skem funksionon apo jo, a u ripërtëri PD-ja apo jo. Shkon pak kosto sepse janë të rinj, pra këtyre nuk mund të thua që ju keni qenë qeverisje, keni qenë ministra, keni qenë drejtor. Ata fillojnë tabula rasa, pra fillojnë nga fillimi. Kjo për mua është një plus, pra nuk mund t'i etiketoj dikush edhe armik në qoftë, jo më kundërshtar politik, përfaqësuesit e rinj të Partisë Demokratike, si me skelete në dollap, po themi, me një shkuar të dyshimt. Kjo është është plus, është shumë mirë për Partinë Demokratike dhe për ta. Kjo është një nisje e mirë. Sigurisht atyre ju duhet shumë punë terren. Nëse nuk punojnë, do mbeten vetëm disa fytyra të reja që u shfaqen përkohësisht në qiellin e PD-s. Pra tani fillon gara për ta. Nuk ka qenë gara dje, mendoj unë, gara fillon sot e tutje. Çfarë do bëjnë ata për ta nxjerrë Partinë Demokratike në të gjitha format, në të gjitha mënyrat, nga po themi një lloj impasi i cili nuk është, ta pranojmë, nuk është vetëm i PD-s, por ka qenë edhe i rrethanave, por megjithatë nga impasi duhet dalë. Tani më Sali Berisha i mbylli proceset më të rëndësishme në parti, nga vazhdimësia udhëheqjes e deri te kupola drejtuese. A do të flasin demokratët për gjendjen në të cilën ndodhen, sepse analiza për humbjen e parlamentarëve të 2025-s u harrua. A do të përballen ata me të vërtetat e tyre dhe të qytetarëve në shesh që kërkojnë të shkulin dhëmbët një politike të kapur në korrupsion, apo vargu nuk ndryshon? PD hyri në garë me ekipin më të mirë, por zgjedhjet i vodhi Edi Rama. Filtrit janë qytetarët, janë protestuesit. Ka një filtr të ri të gatshëm Partia Demokratike, të cilin nuk kishte nevojë ta krijonte në një kontakt direkt me qytetarët. Mjafton të shohësh filtrin e protestës. Dhe mendoj që atë filtr nuk e kalon Shamur Noka.
Atë filtër nuk e kalon Sali Berisha, sepse ne kemi pasur protestet çfarë thot. Por meqenëse Berisha, kur flasim për Berishën, flasim për rritje historik, për një që garanton, po themi, integritetin e Partisë Demokratike ndaj sulmeve të qeverisë, po i marrim të mirëqenia këto argumenta, atëherë të paktën numri 2 duhet të ndryshonte, apo jo? Dhe në këtë filtër numri 2 nuk është i pranueshëm. Ky është një proces i vazhdueshëm, por gjithçka do jetë doradorës.